shëndetin nga të shtënat e armëve të kanë gjetur mbi 20 gëzhoja pas dëmtimit të veturave, edhe një dritare, njerëz nga banesa që gjendet në anën time të Majt është dëmtuar. Veturën që po e shihni prapa krave të mi është njëra nga veturat e dëmtuara mbrëm. Banorët e rrugës Bardhyl Çavushi mbrëm nuk gjetën qetësi pak para mesnatës, pasi ata u trëndetën nga të shtënat e armëve, të cilat ishin në mënyrë intensive. Aktualisht jemi në vendin e ngjarjes dhe veturën që po e shihni prapa krave të mi është njëra nga veturat e dëmtuara mbrëm. E kur policia dali në vendin e ngjarjes, raportohet se ata kanë gjetur mbi 20 gëzhoja, ku njëra prej tyre raportohet jetë armë AK-47. Në veturën e tipit BMW që po e shihni prapa krave të mi, shihni që ajo është e demoluar plotësisht dhe xhamat e saj janë të thyer në pothuajse të gjitha anët e saj. Pronari i veturës që ishte në vendin e ngjarjes, ai jashtë kamerave deklaroi që nuk është i përfshirë në këtë ngjarje, pra se nuk e di se kush janë autorët, dhe ai tha se ka dhënë edhe deklaratë në policinë e Kosovës. Sipas tij, vetura e tij është gjuajtur me pasi ajo ka qenë e parkuar në këtë vend në momentin ku ka ndodhur ngjarja, por që sipas tij ai nuk ka qenë cak i këtij turmi. Po ashtu është raportuar që edhe vetura tjetër e dëmtuar është e tipit Mercedes, por aktualisht nuk është në vendin e ngjarjes. Pra, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në vendin prapa krave të mi, dy të dyshuarit, të cilët shihen në pamje të kamerave të sigurisë, janë larguar drejt tunelit të cilën po e shihni në anën time të Majt. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, pra përveç dëmeve materiale të cilat janë shkaktuar, ndërkaq policia e Kosovës e ka cilësuar rastin si shkaktim rreziku të përgjithshëm, mbajtje e paautorizuar e armëve dhe përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm. Hetimet aktualisht janë duke vazhduar. Ditën e premtë, pra 4 ditë më parë, gazeta Insideri njoftoi për një gjuajtje me armë, e cila ndodhi pak metra larg vendit në cilin aktualisht jemi, e po ashtu pak metra larg këtij lokacioni një grua u tha me thik në banesën e saj nga bashkëshorti i saj, e ai mbeti i vdekur në vendin e ngjarjes.